kanë votuar 57 deputet për, 46 kundër dhe 3 kanë abstenuar. Nuk kemi institucionet të themeluara, të buruara nga verdikti qytetarëve, nga zgjedhjet e nëntëshkurtit, sepse lëvizja vetëvendosje cilës i takon ta propozoj kryetarin e kuvendit ka vendosur që ta mbajë peng shtetin për shkak të tegëve të tyre për një emër të përveçëm. Ne jemi deklaruar që nga fillimi që nuk jemi të gatshëm për marrëveshje politike dhe kryetari i kuvendit rrjedhimisht duhet të bëhet me marrëveshje politike. Këta nuk dëshirojnë të bëjnë me marrëveshje politike, janë edhe 14 parti të tjera. Nëse vetëvendosjes gjen zgjidhje tjetër, ta shohim si do të ecim matutje, po megjithatë mendoj se do të ishte në interes të tyre që të propozojnë ndonjë kandidaturë unifikuese edhe të kalon ky bllokim. Pesha politike, legitimiteti i zonjës Albulena Haxhiu për të qenë kryetare e kuvendit është i pakontestueshëm. Gjithashtu nëse krahasohet edhe me vetë liderin e opozitës, zotri Memli Krasniqi, zonja Albulena Haxhiu është 30.000 vota para zotit Krasniqi. Ju lutem mos të marrim aq lehtësisht mundësinë e ndryshimit të një propozimi.